Sfidat e veterinerëve në Maqedoni dhe rajon janë pothuajse të njëjta. Ata duhet të kryejnë shkollim adekuat, kurse gjatë ushtrimit të profesionit të tyre, pagesat janë tepër të ulta. Kjo ka bërë që vendit t'i mungojnë shumë veterinerë. Interesot za studiranje na veterinarna medicina opajgjë dosta. Interesimi për studime në veterinari ka rënë shumë, sidomos në krizë është dhënia e shërbimeve për kafshët në ferma, kurse nga ana tjetër është rritur interesimi për ruajtjen e kafshëve në shtëpi. Prandaj do të jetë një sfidë e madhe për dhënien e shërbimeve për kafshët në ferma në vendin tonë. Situata e njëjtë është edhe në Shqipëri, thot kryetari i dhomës së veterinerëve të Shqipërisë, Ervin Resuli. Në gjithë Europë, realisht ka një mungesë të theksuar të veterinerëve, për vetëm në arsye sepse po flasim për një profesion i cili kërkon vite të tëra studimi dhe pasi ke përfunduar fakultetin përsëri duhet të jesh i updateuar me më të reja dhe më të fundit e shkencës. Është një profesion që për hir të vërtetës është i vështirë, pra të kërkon punë në terren, pra nuk është një profesion zyre apo vetëm klinike apo spitali veterinar, po është një profesion që të kërkon në fermë, është një profesion që të kërkon 24 orë në shërbim, është një profesion i cili mbart sfidat e veta, përfshirë kontaminimin me smundje, pra aty gjatë manipulimit apo diagnostikimit të problematikave shëndetësore të kafshëve, veterinerët jo në pak raste janë kontaminuar me këto smundje e më pas kanë pas probleme shëndetësore. Rami Selmani thotë se veterinerët luajnë një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, pasi që ata mbrojnë shëndetin e qytetarëve që transmetohen nga kafshët dhe në vendin tonë si sëmundje më të përhapura janë brucelloza dhe tuberkuloza. Se veterineri mbron jetën e njerëzimit, domethënë nga kafshët. Shërimin e kafshëve, domethënë ndalimi i smundjeve vëhet që mos përhapet te njerëzit. Kemi rastin e brucellozës, tuberkulozës, që domethënë i kemi në Maqedoni dhe ne jemi pika e parë kryesore për ndalesën e smundjeve infektive që mos barten te njerëzit. Në Maqedoni ka 3 fakultete të veterinarisë, por interesimi i studentëve është shumë i dobët. Nga dhoma e veterinerëve apelojnë që shteti të ndajë bursa për studime, të cilat janë shumë të rëndësishme.